kemi dalë me protestu kundër qeverisë Isa Mustafës. E kur të vjen Albini në pushtet, komi këthy faturat normalitet. Nuk e di sa po dojnë me trash zullumin ma shumë, avdin. Kanë rajt, se gjeny po mdo këtë bot, kanë rajt. Dhe më dhënë, ajo është një mashtrus ordiner, dhe si i tillë do të shkon, po ja fati ju një keq me u përmeqat edhe na i muj ose na i vjetë në për të, që shë kanë thonë zorë në përkom në kamet. Dhe është një bjedhje që i vot po ashtu nga energjia elektrike. Një pjesëmarrje për pensione shumë tulta. Dhe kjo është shumë e lartë, kjo përqindje, nëse rritet të rrymë 15 apo 16%, është shumë e lartë. Qytetarët e shumt janë mbledhur në sheshin Zahir Pajazitin në kryeqytet për të kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Aktualisht pravakrave të mi po shihnin një numër të madh të qytetarëve të cilët kanë ardhur në protestën e organizuar nga anëtarë të shoqërisë civile. Disa nga parullat të cilat ata mbajnë në duar janë jo rritjes së çmimit të rrymës. Qytetarët nuk janë bankomata, rrymë për jetë, jo për profit, nuk paguajnë për dështimet tuaja. Ndër qytetarët të cilët kanë ardhur këtu për t'u bashkuar protestës ka edhe figura të ndryshme publike, duke filluar nga politikan, artist, anëtar të OVL UÇK-s. Aktualisht pranë vetes kemi edhe aktorin Jeton Zogjoani, i cili ju është bashkuar protestës, nga i cili do kërkoja një prononcim. Ndëruna po na tregon pse ju ke bashku protestës. Përshëndetje, kemi dalë me protestu kundër qeverisë Isa Mustafës, sepse Albini shumë mire ka thonë që flajna mi thënë gjillë dhe jemi qytetarët më të varfër në Evropë edhe pagujna faturat më shtajta në Evropë. E kur të vjen Albini në pushtet, komi këthy faturat normalitet. Kjo ke humores, normalisht. Ideja është nuk e di sa po dojnë me trash zullumin ma shumë, avdin. Kanë rajt, se gjeny po mdo këtë bot, kanë rajt, sa kanë mujt, për gjithë shka e në gjithë shka. Qeveria aktuale, po thu? Po, ai Zoti Kurti, ai kryeministri, edhe kur ka arë në pushtet, e ka shtrejtu çmimin e rrymës, e ka shtrejtu shportën e konsumatorit, nuk kalon porët e shoqërisë pa prek. Sa shumë i ka shajt ata tjertë, edhe pa fije, pa turpsie del, edhe shtrejton edhe për 16% sot. Kjo është e patolerueshme. Po thu që ato i ka pas veç fjalë ma herë që i ka thonë, a? Ato kritika që i ka pas. Në fakt është fatkeqësi që dikush i beson. Edhe vazhdon hala mi besu. Domethënë ajo është një mashtrus ordiner dhe si i tillë do të shkon, po ja fati ju një keq me u përmeqat edhe na i muj ose na i vjetë në për të, që shë kanë thonë zorë në përkom në kamet. Faleminderit shumë. Natësi. Afer kemi edhe deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Ajit Hasani, i cili apo na tregon pse ju ke bashku sot protestës? Kena dalë të solidarizohem me qytetarët kundër shtrejtimit të rrymës, sepse shtrejtimi është i madh, i papërballueshëm për kostin e qytetarëve tanë dhe është e padrejtë për shkak se ne kena prodhimin të rrymës tonë, kena termocentralet tona, kena pas edhe rrymë për shitje, tani nuk kena të mjaftueshme. Kështu që ky është një kështpërdrim i madh që i bëhet qytetarëve dhe është një bjedhje që i bëhet po ashtu nga energjia elektrike. Këtë drejtim unë mendoj që edhe Kuvendi i Kosovës, edhe qytetarët duhet ta kundërshtojnë rritjen e energjisë elektrike. Se njerëz që jeni tonët, se njerëz të cilët ju kemi punësuar aty, mos merrni vendime të dëmshme, sepse ne nuk do të mund t'ju paguajmë as juve, sepse i keni ato pagat shumë të vajme që i merrni prej nesh. Ju edhe të gjithë të tjerë. Asnjë cent më shumë. Apo na tregojmë pse ju ke bashku protestës sot? Po sot që kemi bashku protestën, nuk bashku zërit e qytetarëve, për shkak të shtetimi të rrymës 15% që ka kërkuar Zareja dhe qeveria. Kështu sot do të jemi qytetarë bashkë që ta kundërshtojmë këtë rritje. Po raportohet që rritja kësaj rrade ka me kohën 16%. Sa po duket ty e lartë kjo përqindje? Po shumë është e lartë të marrë parasysh paga çfarë kanë në Kosovë.
punëtorët apo ndihma sociale që i morën qytetarët, një pjesë e remunës e ty në varën për ndihma sociale, një pjesë varën për pensione shumë tulta. Dhe kjo është shumë e lartë, kjo përqindje, nëse rritet të rrymë 15 apo 16%, është shumë e lartë. Apo më tregojmë pse ju ke bashku sot protestas? Por valla veç ku bashku se vetë mos më shtrajtu hiç shtrajtimet si dojmë hiç. Po përflitet që shtrajtimi i rrymës kësaj radhe ka me kohën 16%. Sa po duket ty arsyeshme? Jo, hiç shumë bosh, hiç zbo, hiç. As në cent. Tregove që je pensionist, apo? Pensione 120 euro. 120 euro. E tash me këto pore do të mi kry krejt obligime për fshirje dhe pagesën e energjisë elektrike. Jo, valla s'ma dole nga sas për bok bile. Deri tash, prafërsisht sot ka ardhur fatura e energjisë elektrike? Unë kum paguar rregullisht deri 50 euro kum paguar. 90 euro. 90 euro sot i kum paguar. Ty e nderu 90 euro ka ardhur fatura. I kum paguar, po je po tak putet tani. Po jo, veç më myt me ta. Po është shtrajt 90 euro? Po që është shtrajt, me çka më bën 120 euro. 120 euro kosi. Edhe ti je pensionist 120 euro? Pensionist, që 15 vjet. Që 15 vjet. A është veç pensioni jot brenda familjes apo punojnë edhe të tjerë tanto? Po jo, si të puna bërjeti. U du të më paguaj këtë. Obligimet, pagesat do të mi krya. Për një muaj janë. E po flitet që tash kam shtrajtu 16%. 16% Apo duket shumë? Jo, shumë tepër. Tepër shumë, as një cent më shumë, një. Jemi përpara zyrës të cila po merr kuptimin që të merr vendime për të na vështirësuar jetën së cilit prej neve. Ne nuk jemi ata. Ne jemi qytetarë të